Një moment i kryeministrit Edi Rama është kthyer në viral në rrjetet sociale, pasi një video e krijuar me inteligjencë artificiale paraqet atë në një interpretim humoristik, ku shfaqet duke imituar blogerët dhe influencerat që janë shprehur më herët në mbështetje të protestave për projektin në Zvërnec. Në videon e shpërndar online, Rama shfaqet i stilizuar me elementë të krijuar nga inteligjenca artificiale. Përfshirë edhe një paraqitje satirike ku ai është i veshur me fund dhe taka, çka ka nxitur reagime dhe komente të shumta në rrjet. Vetë kryeministri ka shpërndar video në profilin e tij, duke e shoqëruar me ironi dhe batuta. Mes tyre edhe shprehja hallall kush e ka bër, duke e trajtuar rastin në një ton humori dhe distancimi nga përmbajtja satirike. Në një tjetër reagim në rrjetet sociale, Rama ka shkruar ROFTMEMANIA, duke theksuar se nuk e shikon me negativitet krijimtarinë e memeve dhe videove satirike që qarkullojnë online, por përkundrazi vlerëson si shprehje kreative të përdoruesve të rrjeteve sociale. Ai ka shtuar se ndonë se disa përmbajtje i duken të egzageruara, e sheh fenomenin e memeve si pjesë të komunikimit modern digital dhe të humorit publik. Paralelisht, kryeministri ka vijuar edhe me postime të tjera mbi projekte qeveritare dhe zhvillime ekonomike, përfshirë festivalin UNUM në Shëngjin dhe bashkëpunime me Bashkimin Evropian për modernizimin e sistemeve të kontrollit ushqimor dhe veterinar në vend. Reagimet në rrjet vijojnë të jenë të shumta, ndërsa videoja me inteligjencë artificiale dhe postimet e Ramës kanë ndezur diskutime të reja mbi kufirin mes satirës, politikës dhe komunikimit në epokën digjitale.